në këtë situatë. Ky ishte një problem shumë i rëndësishëm në fakt që duhej të shikohej nga antarët e Komisionit Pavarur të Kualifikimit ose për lehtësinë e publikut vettingu i shkallës parë. Se ata kanë përshtuar nga vettingu gjyqtar që nuk kanë justifikuar bileta avionesh 100 euro tek motra e tyre. Ka pasur. Po kemi raste më flagrante që janë shkarkuar gjyqtar të cilët kanë qenë elita e sistemit për 500.000 lekë të vjetra. Pra, Irena me 3 mbiemra, sipas kallëzimit tim të dytë të bërë në SPAK për këtë zonjë, është lidhet me këtë kalimin e vettingut, sepse është ajo kontrata që unë kam bërë publike sot. Në 96, kur nuk ekzistonte uordi dhe kompjutri, Irena, vëllezërit e Irenës dhe bashorti aktual i Irenës nënshkruan një kontratë qiraje me një shumë 800.000 lekë në muaj, ndërkohë që në 94, në 95 deri në 96, me ligjin e Sali Berishës, që i bëri me shtëpia gjithë shqiptarët, dhe ka vazhdojnë shkojnë mbrapa një banditi si Edi Rama që ja mori dhe ja shëmbi shtëpiat, Irena Gjoka kishte marrë me qira një objekt me 800.000 euro. Pra, e thojnë vetë atimet që nuk ka deklarime për këto objekt. E thojnë vetë, më fali, 800.000 lekë të vjetra. Në 96, me 800.000 lekë bleje një fabrikë. E thojnë atimet që nuk ka deklarim të ardhura nga ky lokal. Dhe janë justifikuar 60 milion lekë të vjetra. Irenës me 3 mbiemra nga KPK-ja. Jo më kot ne kemi quar për kallëzim penal Genta Bungon, Roland Ilian, sot deputeti Partisë Socialiste, Valbona Sanxhaktarin, të 3 njerëz me shumë probleme të rënda edhe në figurën e tyre morale dhe të pasurisë, të cilët ishin vënë në atë pozicion për të kaluar Irena. Dhe jo më kot e kam thënë disa herë nderuar, është rasti unik me Irenën që në apelim, pra në KPA, në shkallën e 2 të vettingut, mbas një ankimimi shumë dinjitos që kishte bërë komisioneri publik, komisionera që zëvendësoi komisionerin, shkon një ditë përpara vendimit, tërheq ankimimin, duke lënë në fuqi vendimin e shkallës parë dhe duke bërë që për një periudhë shumë të shkurtër, vetë antarët e GKK-s ta zgjidhin dhe nënkryetare. Dhe ky është momenti i dytë që edhe këtu ka gënjur duke mos deklaruar dënimet në vimësi, por duke patur dhe një problem shumë të rëndë me pasurinë. Pra, edhe nëse referohemi prokurës që unë e citova më sipër të 2003-shin, aty lehtësisht jemi përpara një vepre tjetër për penale të falsifikimit, sepse thot unë dhe bashorti im Stefanaj Gjoka. Në 2003-shin ky zotri ka qenë i martuar me dikë tjetër që vetë Irena Gjoka mbasi i mori burrin, i mori dhe ca para ua, por sipas deklarimeve të veta, kjo ka filluar bashkëjetesën në 2005, ndërkohë që certifikata e martesës tregon që janë martuar në 2006. Po këtu ka pikpyetje shumë të mëdha. Pra e ka marrë parat para se të martohej, po thoni avokate? Se si mundet që në 2004, mbasi kishte një periudhë dënimi 10 vite për të mos shkelur në vendet Schengen, kjo gjyqtare shkon dhe lind djalin në shtetin italian. Pra, provat dhe faktet janë aq të shumta që